duan kryesore, lutjen kryesore, që na themi në 10 ditësh në fundit kur na e kërkojmë natën e Kadrit. Kush na e ka mësuar? Ebu Hurajra, Anas ibn Malik, kush? Aisha radiallahu anha. Domethënë pejgamberi sa më pari u ka mësuar këtë dua kaq të madhe, kaq të rëndësishme, kaq me peshë, në ditë më të vlefshme të vitit, ja ka mësuar më pari kujna? Familjes, gruas vetë ka mësuar më pari. Gruas vetë ka mësuar më pari. Aisha radiallahu ta'ala anha. Aisha është transmetuesi më i madh i haditheve. 1/4 në fesë kena pjashës. Pigrus. Jo veç kuptim të gjinjës femërore. Jo, po në kuptim të raport me pejgamberin, gruaja e tij. A ne ka pas funksion? Pejgamberi sa ka mësuar gruas vet, është e pamundshme që për shembull burri pejgamber, gruaja ignorante. S'kan kjo punë valla. A sa për sprov po, me tregu që mund ndodhin situata të tilla i ka pas do pejgamber, gratë i kanë pas, domthon ju në fe. Po në esencë, gratë e pejgamberit kanë qenë më të përzgjedhura, që futut me shkuar apo. Nëse ti ke avancuar në fe, apo në sa pa lartë është gruaja jote, fëmia jote, nuk ba me lund distancë në gjatë, ti shkon derse, ti shkon numre, shko atje del, u knaqe me vllazni. Gruaja po knaqet, duke ndëgju, duke qesu shpirtin, duke mësu. Ajo po knaqet, ajo që ka po mëson. Ne du të me pas në plan vëllai, jo veç ti mu knaq, jo veç ti mu pregadit për Ramazan, jo veç ti me kalu 10 ditë e fundit numre, jo veç ti me ini tikaf. Po familjen me ba me vete se me ta keni bajt në hiret, ka me të pytë Allah xhallahu për ta. Prandaj, kënaqësia jote reale varet me familjen, jo me vetveten ato.